komunikuar atje Faton Peci lidhur me partitë tjera politike opozitare do të reflektojnë për nevojën edhe domosdoshmërinë që Kosova të ketë institucione në radhë parë duke konstituu kuvendin. Rrjedhimisht i bie që ne do të vazhdojmë të bëjmë përpjekje që të themelojmë komisionin i cili do të ka mandatin të verifikojë votat për kandidatën tonë për kryetarët e kuvendit. Sa i përket emnin, mendoj që mbrëmë kam pa në emisionin Politikon një fragment të emisionit të shefës grupit parlamentar të LDK-s. Mendoj që ishte korrekte dhe sinqerte. Ajo deklaroi që për asnjë emër të lëvizjes që është propozimi i lëvizjes vetëvendosje, ata nuk e votojnë. Rrjedhimisht gjithë kjo zhurma ose tentativa që me identifiku Galbulina Haxhiun që është problemi, nuk është problemi. Secili prej kandidatëve ose deputetëve të lëvizjes vetëvendosje guxo dhe alternative që potencialisht do të ishte në propozim ose në nominim, rrjedha e procesit votimit partive opozitare do të ishte e njëjtë. Jo, po DK-ja kanë shkruar qendrim me votu një kandidat tjetër. Ata unë besoj se në logjikën e njëjtë, vetëm se po bëjmë përpjekje me lojën për çajë sot. Mendoj që deklarimi i zonës Bajrami ishte korrekt mbrom. Ajo deklaroi që asnjëherë në asnjë kandidat ne nuk e votojmë. Rrjedhimisht vetëm se bëri një shkarje se tha prej 13 tentimeve është dashur të provohen 48 emra, 48 emra nuk provohen përmes 13 tentimeve. Vendoset të veçojë autorin e sovjetësirë dhe shantazhues nëse po Unë këtu jam për me marrë pjesë në një ngjarje shumë të rëndësishme për Kosovën, nuk du me debatu ose me ngritë për shkak se jam dalë kam dhënë gjitha shpjegimet e nevojshme, dhe rrjedhimisht të gjitha pavarëtietet dhe shpifjet e radhës do të përfundojnë në padi për shpifje në ditët edhe javët në vajim. Urna? Kur kam punuar si gazetar? Nëse logjika njëjtë sigurisht Debat Plus. A do t'i përgjigjet vendosja dhe koalicioni, pra një takim eventual nga presidenti Osmani me partitë politike? Tash sfarën e pash si lajm, por nuk di se s'kam pakte informacione nëse ka ardhur një ftesë e tillë. Mendoj por nëse do të vijë. Po tash kjo nëse do të vijë është situatë hipotetike, edhe në rast se vijë me parti tjera. Për dialog jemi jo vetëm për dialog, do thotë ne kemi bërë ftesë për bashkëpunim dhe për koalicion. Dialogu nuk vije. Nuk është Tash institucioni i presidentit është institucion bipartiak, edhe nuk vihet ato kushte se kush merr pjesë ose kush nuk merr pjesë, po sido që të jetë e presim eventualisht nëse vije një ftesë e tillë, po përveç ftesës është shumë e rëndësishme edhe përmbajtja e ftesës. Faleminderit shumë, ditë mbarë.